Do më thonë të kara me bajt ushqimin, mi rujt plagos, mi ndihmu. Kom rujt edhe me boroje. Edhe me boroje natën pita. Kam qenë 12 dhe 13 vjeqar gjatë periudhës luftës së UÇK-s. Qenë pjesë luftës, kom boroje, kom rujt plagosun, kom që ushqim, kom rujt gjithë natën ato që përpara luftë i kemi qujtë rova, po instikame. Po nuk më dha mi thonë vetit ushtarë, si më koni ri. Kjo pasja politike dhe po këthejmë realitet. Dardi, së vjesari ke pas, se e di si nuk e ki fort marak me folë për këtë pjesë, po së dhjem në ditë veçantë, së vjesari e kanë kërë e kanë pjesë UÇK-s? Unë kam qenë 12 dhe 13 vjeqar gjatë periudhës luftës së UÇK-s. S'kom qenë pjesëtar, baba dhe agja kanë qenë, unë kom qenë pjesë luftës, kom boroje, kom rujt plagosun, kom që ushqim, kom rujt gjithë natën ato që përpara luftë i kemi qujtë rova, po instikame. Po nuk më dha mi thonë vetit ushtarë, si më koni ri, po kom qenë zonë, kom bolë ti me krejtë këto, po ajo është një pjesë e rëndësishme të cilën e unë kalu edhe cila besoj që më ka formësu politikisht ma herët se bashkëmoshatarët, sepse mu ka imponu. Do me thonë, unë besoj që kam qenë aty për shkak se ka qenë baba dhe agja, nuk besoj që isha shku më së kishin qenë ata. Do më thonë të kara me bajt ushqimin, mi rujt plagos, mi ndihmu. Kom rujt edhe me boroje. Edhe me boroje natën pita. I dini përdor armët? Po. Ju duka zini krejt, babi. Jo, s'kom ditë para luftë, po në luftë jam mësu, dhe po, kom ditë, po nuk është që kom gjujtë kur armë drejt të forcave serbe. Kom ra më prita, 2 ose 3 herë me plagosun që mi konë, dikun në datën 3 ose 4 prill, ose ma vonë, kur kemi lëviz nga zona Dugagjinit për kacir shatrat e Dushkajës, Gjakovës dhe Deçanit Ratishit, në drejtim të Istogut, fshatrat Istogut, kemi ra në prit dhe jemi sulmu, kanë qenë ma shumë se 100 e diçka të plagosu në zonës Dugagjinit që u barqen. Ka qenë e frekshme për mu, ishte natë, ishim duke kalu një farë lugine dhe fillun me na sulmu, nuk u sheshin forca, po brëshit e pluma ishin drejtim tonin, na u dasht mu shpërnda, kërseqin gardhet, sepse ishim shumë, ishim besoj ma shumë se 500 veta, krejt armatosun, përveç me që kam qenë fmi, edhe i pa armatosun, kam qenë ma armë dhënë, po s'kom qenë prapë të mushtar. Bile kom pas një barë matronë, sa ata, e ka pas baba një telefon satelitor, që fshati Beleg e ka blejtë që ka qenë komandant lufte, edhe ajo kohën me një çantë, bukur të madhe, besa i ka pas 4 kila, 3 kila, nuk e di sa. Nuk u shkurtoj ke ma shumë, se sa në gjunin ta mbrapa, dhe kemi udhëtu... E të kara me majtë të në kohën... Të në kohën edhe e kohën kështu vesh me një në, nuk u kohën me 2 anë. Me 2 anë, po. Edhe më bekën kam këtu dhe më ka...